Lëvizja vetëvendosje ka dalë partia e parë nga zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit. Të dhënat nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë tregojnë se partitë opozitare kanë mbetur dukshëm mbrapa në zgjedhjet e fundit të zhvilluar një ditë më parë. Krejtësisht ndryshe paraqitet situata për lëvizjen vetëvendosje, e cila ka arritur një fitore bindëse. Sipas rezultateve paraprake, vetëvendosja ka siguruar 49.30% të votave dhe pritet të fitojë 56 mandate në Kuvendin e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës renditet e dyta me 21.01% të votave, që përkthehet në 23 deputet, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës ka marrë 13.59% të votave dhe pritet të ketë 15 mandate. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka arritur vetëm 5.68% të votave dhe pritet të sigurojë 6 ulëse në kuvend. Ndërkohë, Nisma Social-Demokrate me vetëm 1.72% të votave nuk ka arritur të kalojë as pragun zgjedhor dhe mbetet i jashtë kuvendit. Lista serbe nga ana tjetër, partia më e madhe e komunitetit serb në Kosovë ka marrë 4.74% të votave, ndërsa mbetet të shihet se si do të shpërndahen mandatet rezervuar për komunitetin jo shumicë. Pas rezultateve, kryeministri në detyrë dhe kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti tha se partia e tij është në rrugën që kalon rezultatin e 14 shkurtit 2021, ku kishte fituar 50.2% të votave. Të dashur qytetarë të Republikës, më lejoni të shpreh mirënjohjen time të thellë dhe falënderimin për mirëpritjen e jashtëzakonshme në të gjitha qytetet, fshatrat, lagjet, shtëpitë e familjet, gjithandej vendit tonë. Po ashtu një falënderim për mijëra vullnetar, simpatizant e aktivist që organizuan fushatën dhe ishin krahu ynë i fortë në këtë fitore madhështore. Me 9 shkurt, si vjet, fitoi lëvizja vetëvendosje me partnerët. Me 28 dhjetor 2025, fitoi populli i Kosovës dhe Republika. Urime fitoria më e madhe në historinë e vendit. Tash na presin shumë punë përpara, rezultati sotëm na ka bërë të qartë që duhet të ecim përpara pa vonesa. Sa më parë që certifikohen rezultatet, aq më shpejt do të na duhet të krijojmë institucionet e të vazhdojmë me punën e mirë dhe projektet e nevojshme. Në kuvendin e legjislaturës së 10 po na pret plani i rritjes Bashkimit Evropian në vlerë prej 880 milion euro, prej të cilave parafërsisht 2/3 janë kredi, ndërkaq 1/3 grante, dhe 3 marrëveshje me Bankën Botërore në vlerë prej 120 milion euro, pra mbi 1 miliard euro gjithsej. Ftoj nga tash partitë opozitare për bashkëpunim në kuvend për marrëveshjet ndërkombëtare, për ligjet e mira që do t'i procedojmë dhe për interesin publik të qytetarëve të Republikës. Edhe një herë, urime të gjithë qytetarëve, mërgatës dhe secilit pa dallim, fitoren historike që është në rrugë të mbarë të tejkaloj edhe 14 shkurtin e vitit 2021. Sot Legjislaturën e re, Kurti tha se e pret plani i rritjes së Bashkimit Evropian në vlerën prej 880 milion eurosh dhe 3 marrëveshje me Bankën Botërore, që në total tha se arrin vlerën mbi 1 miliard euro. Megjithatë, mbetet të konfirmohet metodologjia përfundimtare e shpërndarjes së mandateve, përfshirë edhe nëse do të llogariten të gjithë 120 ulëset apo vetëm ato të përgjithshme.